Elvis. Mi mbrëma zoti imobiliar. Mi mbrëma dhe gëzuar për shumë vjet. Gëzuar. Sa më shumë hyrje 2+1 se çfarë do gjoje të mundshme për ju dhe familjen tuaj. Blum goja të Sa më gjatë shumë zoti. lekë, se lekët I blen ato banesës. Po është reakcion sinqer, normalisht. Si keni njerë, si po i shkoj emisioni? Mirë. Ti, ç'ne, nuk janë në shtëpi sot, nuk e vestuar Ku apo? ka unë e gjëmoj lekun, që e shtëpie, çfarë do bëj, do haj bukun, haj për ditë, se ka ndonjë ndryshim. Po ku aty restorante? Jo, prit Ke kantina apo jo? Jo, jam në shtëpi. Atëherë, kam një okazion për Si ju me. shpivo? Po kjo është një hyrje 2+1 plus 2 plus obor edhe gjana kështu Është veranda. në shitje kjo. Po kjo është shitje kjo. Po kjo është kantinë, nuk është hyrje apo? Nuk është kantinë o ti vis. Është momentalisht I ka lënë pronari këto verat këtu, se ashtu është I muhabet. Edhe do t'i heqin këto. Pasi edhe ke këto rafte këtu. Janë këto verat Gerard Depardieu të 91-shit më duket, nuk e di. Që janë nga 36.000 euro. Sa më? Nga fillojnë nga 36 ka 38, 40. Do hiqet ky rafti këtyne? Po, do hiqet. Do vet aty ve kontra bufen për shemb. Shi. I futi mantume, aspirator, lavabjat, gjana, të tana ekstra. Po, se pas ka dhe dritare duke drita aty brenda raftit. Po që fletë, ose këtej për shembull nga rafti tjetër. Janë këto verat e qelta këto nga 15, 17.000 euro këto. Cabernet Zinedine Si këto. Edhe ty mund të vesh divan. Ty vje divani domethënë. Po, është fiks për divanin këtu. Ke përsëri. Po. Edhe ulesh te divani, ke edhe kontrabufen përball, ose masni, hiq edhe këto verat në që janë nga 70, 75.000 euro, 85.000 euro, ke përsëri? Urdhë? Çare? Po futet gjua brenda. Po pra. Çare, verë? Verë. Pijet ajo, domethënë. Po e pjetër, ç'është çike e kushtueshme, po nice. Hiqen ato raftet aty? Hiqen. Aty për shembull vej kënd. Ose vej një kështu bilardet vogël, e ke përsëri si në filmat e jashtetit, e ke përsëri? Poshtë e shtron me pllaka druni që të majnë freskët në dimër dhe vap në verë. Po, që nga shtëpi e mirë kjo. Po që fletë kjo ishte dhomë ndëndjes, a? Kjo është dhomë ndëndjes, po tash se unë nuk du me ju fut me kamerën nga dhomat e tjera se këtu njëtë është dhoma kalamajve. Dhoma kalamajve. Po aty kanë lënë ca kështu, I kanë lënë pronari ca bucela me pije të vjetra, ku ti gjaon. Ka rrëmuj, është rrëmuj. Është rrëmuj, e ke parasysh. Po sa kjo është pak a shumë, është një 30-40 metra katror si dhomë. Sa më? Tash është 34 ca 37 metra katror. Do hiqen ato bucelat e pijeve të vjetra? Kur ti ke pronari, po? Kur ti ke pronari, po? Do hiqen ato, aty ve një krevat marinari për kalamajt, ose 2 vare, se mund të kesh 4 kalamaj, ve 2 marinar njët. Ve aty në televizor, në PlayStation, në lojna. Sa nga me kubatur të rregullt kjo. Po që vetë edhe 37 metra katror dhoma. Po ka dhom çifti janë ndonjë apo? Po, dhoma çiftit, dhoma martesore domethënë. Është nga krau knip, ajo është edhe dy fishi I kësaj si hapësirë. Po ata shikojmë çika por. Po për momentin nuk e shikojmë dot se ka lënë ca kështu ca rraqe të vjetra, ca ikona, ca piktura antike ku digjon pronari, edhe shumë rrëmuj. Vjetra. Po. Vjetra me rraqe ku dalli që kot se çai ma aty. Ca ikona, ca piktura kështu kot. E çabë aty I mban ka. Jo, I heq aty mas ato. Kur ti mori pronari, kur ti iki. Edhe fu aty vej krevat jo dysh, po krevat tresh fare aty. Sa metra katror është ajo dhoma? Është 60 metra katror është vetëm dhoma gjumit. Vetëm fush futbolli aty po. Edhe plot me rraqe antike, ë? Me gjitha antike, budalli që kot në kot, se I pash I ditë Po pra çdo ato antike të bura s'blen fare. Ora, me krevat aty në dollap po. Po ato. Tjetër masnik ke hapësira kështu që mund të çlodhesh të relaksohesh, për shembull, është një dhomë tjetër ne, po është tip dhomë lulesh, nuk e di çfarë kot në kot aty. Si dhomë lulesh? O ka vazo kështu gjëra me lule. Po lule, po ka shumë, ka pafund, lloj soj lulesh. Ke shtëpi moderne kjo. Çfarë thua? Sa lekë ishte kjo? Ha. Për të mos fal për oborrin, se përfundova. Se ka dhe oborre? Po, e thaje që ka oborri është I çik rëmuj, me thënë drejtën, se ka mjell shumë kështu baobab, pemra të ndryshme, palma gjana, po janë me kate, njëna me tjetrën. Ka ca tip shumë me peshk korean nga ato. Që kështu rëmuj prapë. Është rëmuj shumë, nuk e vlen. Po ato mund t'i krahasisi, mund t'i marrë me vete pronari, se nga marsi e ka damenin me hikja shtetit. Kur në mars? Në mars, deri ka marsi bëhet la. E sa bën kjo? Kjo 240.000 euro ti sigurisht. Po ka shumë, po pra tamam. Po lokacioni sa the ku është apo? Po lokacioni ti hajde shif në njerëz. Nuk tregohet për momentin sa të hiqen këto shishet. Po kur ti je shishe boça dushse pastaj. Pastaj mund vini të mos t'ja japun lokacioni. Mirë atëherë, hajde inshallah unë aq lek skam, po inshallah na shikusët tan. Po ta shohin ai shikusë se unë e di që ju skeni ju pas. Po ne shikusët tan janë gjithë multimiliardera. Pa fiks. Ore, a ka ndonjë verë aty Ousmane Dembele lutem?
Çfarë? Është një verë shumë e mirë. Janë ne ke rafti i fundit ne, po nuk ka shu si. Unë nuk Se si jam dot, mu pronari mamushi i got. Tu sa për shu, Sa ishte ajo, sa ishte aman? Kjo po sa i C klas 2000 naft, 2000 naft i 2014-s. Më sa mu ta mush edhe çik sa ta bëj brabus. Le të s'ka problem. Po ti kisha bën Bentley o burrë, kisha mush deri në fund sa ajo. Je se nuk desha me harxhu për ne. Gëzuar. 17.000 euro gotër ti, çfarë flet? Për zot. Hajde, E shit inshallah. Inshallah. Hajde notën. Hajde